Fëmia im nuk do të bëj detyrat, nuk ka dëshirë të bëj detyrat. Ne bëjmë luftë përpara se ai të fillojë të bëj detyrat. Ndodh që shpesh herë dëgjojmë të frazë nga prindrit. Dhe ajo çfarë unë të sugjeroja, që ne të mundohemi të eliminojmë këto refuzimet tek fëmijët, qoftë për detyrat e shkollës apo për të bërë gjërat që ati takojnë të bëjnë, duhet të nxisim pavarësinë që një moshë të hershme, që në periudhën në moshën ku fëmia fillon të ecë dhe të mund të shkojë të marrë pampersin aty ku janë, apo të marrë pampersin shkon ta hedhë në kosh, që në këtë moshë fillohet të nxitet ndjenja e përgjegjësisë tek fëmia. Në momentin kur fëmia luan, të mbledh lodrat e tij, t'i fus në kuti, t'i çon në vendet e tyre. Në këtë mënyrë ne po nxisim ndjenjen e përgjegjësisë tek fëmia. Pra që ai është përgjegjës për gjërat e tij dhe mund të kujdeset në mënyrën e tij. Që në këtë periudhë është gjë të cilën unë e kam aplikuar me fëmijët e mi, konkretisht me vajzën time dhe ka funksionuar dhe është gjëja më e mirë mundshme që mund t'i bëjmë fëmijëve. Sepse ndodh që shpesh herë ne prindër ja bëjmë gjërat çdo gjë gati fëmijës. Ha se është i vogël, ha se më dhimbset, ha kjo, ha ajo, por harrojmë që ne po e dëmtojmë fëmijën në këtë mënyrë. Sepse çfarë, në momentin që ne i bëjmë çdo gjë gati fëmijës, dhe fëmia pastaj fillon të rritet dhe ai din që të tjerët bëjnë çdo gjë për të. Pra ai nuk ka nevojë të bëjë asgjë sepse çdo gjë bëhet nga të tjerët. Dhe kështu ai nuk e ka atë ndjenjën e përgjegjësisë. Në momentin pastaj kur fëmia fillon të rritet dhe pra rriten dhe detyrat që duhet të bëjë fëmia, pra rriten dhe përgjegjësitë e fëmijës, fëmia nuk është mësuar të përballet me përgjegjësi dhe në momentin që do shkojë në shkollë, që duhet të bëjë detyrat e tjera, të jetë më i përgjegjshëm për gjërat e veta, fëmia pastaj të fillojë të sillet në këtë mënyrë, nuk do ketë dëshirë të shkojë në shkollë, nuk do ketë dëshirë të bëjë detyrat e tjera. Pse? Sepse i shmanget përgjegjësi, sepse ai nuk është mësuar që një moshë e hershme që të përballet me përgjegjësi, që të kuptojë që ai ka detyra për të bërë dhe ka detyrimet dhe që të mbajë përgjegjësi për gjërat e veta. Kështu që për të shmangur të gjithën këtë, duhet fillojmë që një moshë e hershme të nxisim ndjenjën e përgjegjësisë tek fëmia. Sepse është njësoj, ashtu si ne të rriturit që kemi detyrimet dhe përgjegjësitë tona, edhe fëmijët do të kenë detyrimet dhe përgjegjësitë e tyre. Normalisht për moshën që ata kanë gjithmonë. Është njësoj sikur ne të rriturit të shkojmë në punë dhe të themi, unë nuk dua të punoj. Nuk është çështje dëshire, është detyrë, është përgjegjësia jote, përderisa ti ke shkuar të punosh, duhet të bësh atë punën. Pra është detyra jonë, është përgjegjësia jonë që të punojmë dhe të sjellim të ardhura për mirëqenien e familjes. Dhe fëmia e ka për detyrë të shkojë në shkollë, të vinë në shtëpi, të studiojë, të bëjë detyrat. Pra nuk është çështje dëshire, është detyrë, të cilën fëmia duhet ta bëjë. Kështu që për të shmangur të gjithë këtë, duhet të nxisim ndjenjën e përgjegjësisë tek fëmia që në një moshë të hershme. Sepse kështu do rrisim fëmijë të përgjegjshëm, fëmijë të cilët do kuptojnë se çfarë është vështirësia, çfarë është përgjegjësia, çfarë është detyra dhe t'i bëjnë. Kështu ne thjesht do t'i përgatisim fëmijët për jetën e tyre, që të mos i gjejnë gjërat gati, sepse askund nuk do t'i gjejnë gjërat gati. Kështu që të mundohen, të mësohen që tani dhe pastaj kur të rriten, ato e dinë cilat janë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre dhe nuk do ketë nevojë që ne t'i themi bëje, tashmë e dim. Kështu që nxisni përgjegjësinë tek fëmijët që në një moshë të hershme.